Në parkun e qytetit të Prizrenit sot janë bërë bashkë studentë të Prizrenit dhe rinia e një datë shumë të rëndësishme, pikërisht më datën 1 tetor, kur në vitin 1997 studentët protestuan për hapësira universitare e më vonë shumica atyre u renditën në UÇK. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur ish udhëheqësi i Unionit të Studentëve Arjanit Berisha, i cili tani dhe garon për kandidat për asambli. Ai me këtë rast ka bërë ftesë të votohet Shaqir Totaj sepse është personaliteti dhe kryetari që ka bërë shumë për Prizrenin. Si një lider e menaxher që e ka dëshmuar vetën në institucionet që i ka udhëhequr. Atko nuk ka qenë e lehtë me kërku formën, me kërku votën këtë formë. Por qatë besim që ne ja kemi dhënë atëherë kryetari e ka dëshmuar me punë. Me punë dhe me projekte të mëdha, me të cilat ndihet sot krenar secili qytetar i Republikës së Kosovës dhe jo vetëm ne që jemi të Prizrenit. Këtë takim e ka përshëndetur edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, i cili tha se kjo ditë përkon me diçka shumë të rëndësishme sepse zëri i studentëve po në këtë datë ishte madhështor për të ardhmen tonë. Pastaj ai ka evokuar njërin nga ata që mbante parolën në rrogë të shtetit të Kosovës, e ai ishte Hashim Thaçi, student i dalluar që më vonë ishte strategu i parë dhe më i rëndësishëm i pavarësisë së Kosovës. Në këtë rast tregoi edhe një foto të tij që u dal trupit gjatë. Me vete ka marrë dhe një fotografi, të cilën uroj që ta shenë të gjithë, po a tregoj fillimisht në fjallë. Në këtë fotografi, cilën do t'ua tregoj tani, në bindjen time, është shembulli më adekuat se si vizioni studentor, besimin të edhe angazhimi që ta jetësoj atë bindje, atë vizion se cilin hap tjetës për mbushët si me qenë parashikim profetik. Në këtë fotografi, një student në vitin 1990, në një nga protestat e shumta që kishte marrë pjesë, e kishte shkruar një pankart që kishte marrë me veti në balë të asaj proteste, dhe aty thuhej shkurt rroftë shteti Kosovës. Kaq, kur Kosova nuk ishte as shtet, kur ishte në okupim, kur edhe ato pak drejta tashmë po mirëshin, kur s'kishte as institucione, kur s'kishte as liri. Po ja që ky student, i ri në atë kohë, në 35 vitet e ardhshme të jetës tij, duke besuar veprish në atë slogan që e parte në pankarta ditë, do të shndrojnë në njeriun kryesor të vetë shtetit Kosovës. Kjo është fotografia. Dhe ky njeri është luftëtari i lirisë, shpallësi i pavarësisë Kosovës, ishte ministri dhe presidenti i Unionit. Kurse pas lavdëratave dhe kërkesave që të votohet kryetari aktual Shaqir Totaj, ai doli në skenë i cili ju tha se me juve është më së lehti dhe më së vështiri të komunikuari. Më së lehti është se ju i kuptoni të gjitha shpejt, kurse më së vështiri sepse ju si duroni pallavrat. Derisa nëse njëherë ju kemi kërkuar besimin, tani kërkojmë nga ju vlerësimin, i u tha Totaj të rinjeve. Para 4 vjetë kemi kërku besim, kurse sot kërkojmë vlerësim. Edhe njeri kur kërkojnë besim është pak më vështirë sepse garancion për një performancë mirë duhet jetë profili profesional i kandidatit që kërkon besim. Mirë po fatmirësisht për juve këtu po dhe për shumë tjerëve kemi marrë besimin. Mirë po atë besim e kemi përdor edhe kemi shfrytzu për me bo punë të mira, për me bo një performancë e cila po vlerësohet si shumë e mirë. Edhe sot jemi këtu që më nuk kërkojmë besim, po kërkojmë vlerësim. Faktikisht dhe të vlerësohet puna e mirë që na e kemi bo, e cila me një farë mënyrë është e pranoshme dhe cila është e matshme. Mënyrë telegrafike për përmendje disa indikatorë të matshëm performancës. Gjitha këto pika që kam i përmend, komuna prezente shkon diku 15-16 metra. Tash është e para. Komuna më transparente përsa i përket transparencës përgjithshme. Komuna më transparente përsa i përket transparencës buxhetore. Komuna që ka fitu grantin e performancës më të madhe në Kosovën e mas luftës. Komuna e cila i ka trajtu 85% të premtimeve, ku 66% janë përfundu kretë komplet, edhe komuna e cila
sipas vlerësimit të Ministrisë për Shtetit Lokal, prej 53 pikëve të performancës vitin 2021 ka kaluar në 83 pikë performancës. Arsyeja pse na nuk mirëm me kundër kandidat, me oponent politik, është pikërisht fakti aty, se ata këshyrin për mas, ta mirën me të kalumen, na mirën me tarmen. Na e kemi vizionin për tarmen, edhe na e kemi programin edhe opcionet qysh me përmirësu tarmen, gjithmonë duke pas parasysh faktin se perfekcionizëm nuk ka, edhe na nuk jemi perfekt, se dhe njeve na pështon në kundë në i gabim, mirë po, suksesi është një rrugtim, nuk është një destinacion. Unë nuk mbuloj më thonë për krahën e listën në PDK-s, po mas shumë ti për krahën e Arianitin, se është ju. Të rinjët me këtë rast premtuan se do të jenë krah i fortë i mirëqenies së këtij qyteti.